Tensionet dhe përplasit mes banorëve të Bakstriollit në Velipoj dhe policisë vjojnë për disa javë me radhë për shkak të ndërtimit të një resorti turistik në pronat e tyre. Banorët e Bakstriollit ngrihen shqetësimin se kompania e ndërtimit vjon punën në terren, ndonse palët janë në proces gjyqësor për çështjen. Por rrjedhoi, banorët i bëjnë thirrje prokurorisë së Shkodrës dhe gjykatës së apelit administrativ në Tiranë ta shqyrtojnë rastin me përpikmëri. I bëjmë thirrje prokurorisë Shkodër, të lutem, trajtoje dosjen që e ke për një vitit në zyrat e tua. Studioje, shikoje dhe fol si është realiteti dhe jepja të drejtën këtij populli. I bëjmë thirrje gjykatës që kena gjyqin me datën 19 të gjykata apelit administrativ në Tiranë. Ju lutem, shikojeni si është e vërteta dhe na jepni të drejtën tonë. Gjykata atë ditë ka vetëm na dhënë një sigurim pa dijet për mu ndërprer punimet sa të flasin kolegëve që janë të trajtuar çështjen e pronës nëpër gjykata të ndryshme. Hapi i radhës që banorët e Bakstriollit do të ndjekin është ankesa në ambasadat e huaja në Tiranë. Po ashtu, ata paralajmërojnë se do të futen në grevurie përpara prokurorisë së posaçme. Hapi i radhës që ne do marrim është të gjitha institucionet ndërkombëtare që janë në Shqipëri, përfaqësuesit e Këshillit të Evropës, gjitha ambasadës gjermane, ambasadës angleze, suedeze, do ju shkruajmë gjithave. Do vazhdojmë te kontrolli i lartë i shtetit, do vazhdojmë te gjitha institucionet që mund na japin pak drejtësi, dhe në qoftë se ne nuk marrim asnjë përgjigje nga këto institucione, pastaj na ngelet duhet për i kryer të ulën para spakut grevurie gjithë banorët deri kur na marrin spakun dorë të japin drejtën çështjes. Leja e ndërtimit për resortin turistik është firmosur nga Belinda Balluku, duke futur në konflikt pronarët legjitim të tokave me kompanitë private.